Detajet të tjera dalin në dritë nga tragjedia në Maqedoninë e Veriut, ku 51 persona humbën jetën dhe mbi 100 të tjerë u lënduan, si pasojë e një zjarri që përfshiu një diskotekë në qytetin e Koçanit. Viktimat janë të moshës nga 14 deri në 25 vjeç dhe vijnë nga qytetet e Shkupit, Shtipit, Koçanit dhe Probi Shtipit, njoftoi sot drejtoresha e spitalit në Koçan, doktoresh Kristina Serafimovska. Mediat shqiptare në Maqedoninë e Veriut raportojnë se diskoteka private ku ndodhi tragjedia ka punuar ndër vite. Sipas tyre, pronarët e saj janë ndërruar ndër vite, por pronarit aktual, i cili është prangosur nga policia, i mbaronte licenca më 24 mars. Policia ka arrestuar disa persona për këtë ngjarje tragjike, paraprakisht dyshohet se shkaki i zjarrit në diskotekë është bërë hedhja e mjeteve piroteknike. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të 16 marsit në klubin e natës Koçani Puls dhe si pasojë e flakëve, 118 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Në diskotekë ishin rreth 1500 të rinj duke ndjekur një performancë nga bendi Maqedonas DNA, një grup i famshëm vendas. Gjithsesi, rrethanat nuk janë ende të qarta, por prokuroria e Koçanit ka njoftuar se disa persona që kanë organizuar festën janë vënë në pranga. Autoritetet ende nuk kanë treguar se si është përhapur zjarri. Në kohën e shpërthimit dhe përhapjes së zjarrit, klubi ka qenë i mbushur me njerëz. Të plagosurit janë dërguar në spitalet në Shtip, Koçan dhe Shkup. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, vizitoi të plagosurit dhe shprehu keqardhjen e thellë për humbjen e jetëve të shumë të rinjve. Ajo shtoi se autoritetet shëndetësore nga Serbia dhe Bullgaria kanë ofruar asistencë për të ndihmuar në përballimin e pasojave të kësaj tragjedie. Të mëngjes gjithashtu shumë njerëz janë mbledhur përpara klubit që u përfshin nga flakët në Koçan, te jetë të brengosur për familjarët e tyre, me që nuk e di nëse janë gjallë apo vdekur. Drejtori i Qendrës për Menaxhim të Krizave, Stojan Angelov, ka bërë të ditur se është në Koçan bashkë me ministrin e mbrojtjes Pançe Toshkovski dhe drejtorin e Byros për Siguri Publike Aleksandr Janev.